Sa gëzim. Nëse do të ndaja diçka në lidhje me konferencën dje, realisht më kishte marrë shumë malli që të shikoja kishën plot, edhe me fytyra që jo shpesh i takojmë nga Kishë Bathori, nga Kisha Kino Studios, duke parë që Zoti ka punuar jo vetëm këtu ku jemi ne, por edhe në vende të tjera. Edhe është gëzim i pakrahasueshëm për atë që Zoti ka bërë në mesin tonë, edhe për shkak të Krishtit. Është e gjithë kjo punë, edhe jemi shumë mirënjohës që mundemi të shijojmë së bashku një copës parajse. Edhe neve po flisim pak sot e brezi i ri në lidhje me atë ditë që Krishti do të vijë, do të jetë vërtet një ditë e lavdishme, por janë gjitha këto gjëra që neve na motivojnë për të vazhduar e për të rendur drejt synimit tonë që të mos dorëzohemi, sepse dita e Zotit është shumë afër, shpëtimtarin do ta takojmë për pak kohë, kështu që të gjitha këto le të shërbejmë vërtet si një inkurajim që të mos heqim dorë. Le të shohim në këmbë, mund ta ulim pak këtë. Shkojmë te Zoti në adhurim me falënderim, përgatisim zemrën tonë, edhe me gjithë zemër këto këngë, të mos jenë këngët e radhës, të jetë kënga e zemrës tënde që ti ja këndon shpëtimtarit tënd me një zemër mirënjohëse. Le të shkojmë te Zoti në lutje. Zoti i dashur, ne të falenderojmë Perëndi, pa mas për gjakun tënd Zot, që ti derdhe në kryq për të na shfaqsuar ne Zot dhe për të na blerë. Faleminderit o Zot që unë jam biri yt sot, Perëndi, dhe jam i blerë dhe i shfaqsuar, edhe kam një jetë të re, Perëndi. Perëndi, jemi shumë mirënjohës Zot për misionin që ti na ke dhënë, Perëndi. Dhe është vërtet një privilegj i madh që ne jemi ambasadorët e tu, Perëndi, këtu në tokë. Që sipërmes nesh Zot, Perëndi, të mundemi t'i themi botës, njerëzve që kemi përreth të pajtohen me ty. Perëndi, jemi shumë mirënjohës për ditën që ti do të vish, mezi presim, eja Zoti Jezus. Kjo është lutja jonë. Dhe ne duam o Zot që derisa ti të vish, ne të rendim drejt synimit, drejt Krishtit, të bëhemi më të ngjashëm si ai, Perëndi, çdo ditë, e më shumë të lëm nga vetja edhe të marrim prej Krishtit, edhe të mundemi të jemi vërtet një hulli i hirit tënd të madh, Perëndi. Të jemi shumë mirënjohës për këtë konferencë, lutem përdore për jetën tonë, për zemrën tonë, na fal, na pastro, na ndihmo, na drejto, që ne o Zot të ecim edhe më përpara. Në emrin e Zotit shpëtimtarit tonë Jezu Krisht lutemi të falenderojmë. Amen. God
ty të përket, shëndroj dhe të këndoj latë, se një luna më kapisha, do ngrihem lart, ashtu si Krishtin gjallë, tani jetu,
Amen. Mund të uleni? Mirë, do duam të kemi do duam të kemi ofrimet, nëse vëllezëri mund të bëhen gati. Do doja që t'ju thoja që ofrimet që do të mblidhen gjatë konferencës do të ndahen midis kishave, kështu që nëse ke dëshirë që t'i japësh Zotit me gëzim, bëje, është një radhë shumë i mirë. Gjithashtu t'japim një duar trokitje kishës së Bathorës, meqense japim një duar trokitje kishës në Kino Studio, ku jemi? Dje nuk ja dham dhe Tiranës, po të japin e Lafti Zotit, jemi të bëhemi pjesëmarrës në atë që Zoti ka nisur edhe të mund të jemi pjesëmarrës në shërbimin ndaj Tij. Do doja të thoja edhe një lajmërim tjetër, nëse është e mundur merrni pak kohë tash, veni celularët në silent ose airplane mode, siç i thon anglezët, do ishte shumë mirë. Nëse vëllezërit na ndihmojnë me çantat, jemi okay. Me një duar trokitje të madhe, fëmijët ka një këngë, pastaj ka një drajmë. Hajde fëmijët.
Në fillim, Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Malet dhe luginat. Zogjet e qiellit dhe peshqit e detit. E Zoti pa gjithçka që kishte krijuar dhe tha: duket mirë. Pastaj, Zoti krijoi njeriu. I krijoi ata mashkull dhe femër. Zoti çoi jetë tek ata. Ai ju dha duar. Duar që punojnë dhe krijojnë. Duar për të dhënë dhe duar për të dashur. Por njeriu i keq përdori këto duar. Duart e bëra për të ndërtuar dhe krijuar tani shkatërrojnë. Duart e bëra për të dhënë tani rrëmbejnë. E duart e bëra për të dashur tani sulmojnë. Por Zoti pati një përgjigje për këto duar. Emri i tij ishte Jezu Krisht. Ai zgjati duar dashurie. Por ne i morëm ato duar dhe i koshtuam në një kryq. Dhe i tham: tani rri aty, Zot. Por Zoti s'do të qëndronte aty. Zoti nuk mund të qëndronte aty. Sot, të njëjta duar zgjaten drejt jush, që ti i pranosh ose ti kundërshtosh. Zgjedhja qëndron tek duart e tua.
Kush jam unë që i lartë i mbret mua më prano. Ka errësira më sollin driç dashuri tregon. Dashuri tregon kë ai bën të lirë, është i lirë për jetë, jam fëmijë tim, po unë jam. Jam i lirë, Krishti më shpengoj që kaq madhështor. Dërsa isha në sklavëri, Krishti vdiq në kryq. Zuri vetin tim, kë ai bën të lirë, është i lirë për jetë, jam fëmijë tim, po unë jam. Në shtëpinë e tij, vend për mua ka, jam fëmijë tim, po unë jam. Jam i zgjedhur, s'jam praktisur, në emër tim më thëret, je me mua, nuk jam vetëm, në emër tim më thëret. Jam i zgjedhur, s'jam praktisur, në emër tim më thëret, je me mua, nuk jam vetëm, në emër tim më thëret, në emër tim më thëret. Kë ai bën të lirë, është i lirë për jetë, jam fëmijë tim, po unë jam. Në shtëpinë e tij, vend për mua ka, jam fëmijë tim, po unë jam. Jam fëmijë tim, po unë jam. Hajde, sa gzim. A dëgjohem unë këtu? Duket ngrirë pak, po, faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve. Jo, nuk dëgjohet. Mirë mbrëma të gjithëve. Hajde, shumë, lavdi Zotit. Shumë mirë njohë Zotit për ditën e djeshme. Ne mësuam se si të mos kthehemi mbrapa. Sa e rëndësishme që është shembulli i kishës në Laodice. Sot, jo vetëm që të mos kthehemi mbrapa, jo vetëm që të mos qëndrojmë në vend, por të rendim përpara, në fakt, ky është qëllimi. Pse jemi mbledhur së bashku edhe si kisha në këtë udhëtim shpirtëror gjatë këtyre ditëve të konferencës. Atëherë, sot do të shikojmë një pasazh i cili do të jetë kryesor për predikimin e sotshëm. Nuk e di, por më thjesht se sa kaq, siç kam menduar të paktën për këtë konferencë, për të qenë sa më praktik. Sot do trajtojmë një nga temat
që i takon garës së krishtere. Dini pse e them këtë gjë, sepse nëse njihni shkrimet e Palit me vëmendje, nëse i shikoni ato, do t'ju bëj përshtypje që një ndër burimet e ilustrimeve që ai përdor është shembulli i një atleti ose atletika, le të them. Ky është një ndër burimet e ilustrimeve që Pali përmend në Bibël. Edhe kur e shikon këtë gjë, e lexon jo vetëm këtu te letra e parë Korintasve 9 që ne do të shohim së bashku, por edhe tek letra e Hebrejve gjithashtu gjejmë të njëjtin krahasim për jetën e krishterë si një garë, sa që të bën të mendosh, ore prit sepse Zoti na mëson mësime frymërore, duke na treguar gjëra fizike. Edhe me anë të gjërave fizike ai na tregon se si ne mund t'i kuptojmë ato gjëra që janë frymërore, që me thënë drejtën shpeshherë nuk i kuptojmë. Kështu që prandaj them që mesazhi i sotshëm do të jetë shumë praktik. E ne do të mësojmë në fakt se pse Zoti bën fjalë për sportin. Zoti bën fjalë për shumë gjëra në Bibël, flet për shumë gjëra, nëse ne duam dim përgjigjet në lidhje me jetën, sa i takon marrëdhënieve shoqërore, familjes, punës, punëdhënësit, pushtetarëve, gjithashtu flet për sportin, Zoti. Edhe interesante sepse në kohën e Palit, atletët në atë kohë shiheshin si idhuj në sytë e njerëzve. Edhe ai lloji, le të them, reputacioni që ekzistonte në atë kohë sa u takon sporteve dhe konkretisht atletikës apo lojrave olimpike, ekziston edhe sot gjithashtu. Mirë po, Pali i shkruan kishës në Korint, edhe në kishën e Korintit nuk bëheshin lojrat olimpike, ashtu siç i zhvillojmë edhe sot ose si zhvilloheshin në Athinë, por zhvilloheshin ato që quheshin lojra istmiane. Lojrat istmiane zhvilloheshin në qytetin e Korintit edhe ishte vetëm një fitues, jo 3. Dakor, zakonisht janë ata që fitojnë, ose janë 3, apo jo, dikush merr medaljen e artë, tjetri, edhe tjetri merr atë tjetrën. Ashtu është, ndërsa në lojrat istmiane, në Korint, fitonte vetëm një. Edhe në fakt ashtu është, Pali duke ditur kulturën që ekzistonte në atë kohë, që njerëzit, si thua, nuk u ndaheshin, nuk u shqepeshin atletëve dhe mënyrën se si ata garonin, kishin shumë dëshirë, ishin sportiv në natyrë si njerëz, edhe ai e merr këtë gjë duke kuptuar që dëgjoj sepse njerëzit duhet të dinë që të kuptojnë dhe të vërtetën e shkrimit. Edhe ai krahason pikërisht një gjë të tillë me realitetin frymëror. Edhe tek letra e parë e Timoteut, Pali thot gjithashtu, duke folur për sportet, shmangu nga prallat profane dhe të vjetërve dhe ushtrohu thot në perëndishmëri, edhe vjen re përdor fjalën ushtrohu. Thot sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë, është i dobishëm edhe njerëzit mirë është të ushtrohen, dakor, të mbajnë trupin e tyre në formë, sepse duhet përballojnë jetën, edhe është shumë e shëndetshme një gjë e tillë, por bën një kontrast thot, kurse perëndishmëria është e dobishme për gjithçka, sepse përmban thot premtimin e jetës së tashme dhe të asaj që do të vijë. Ndërkohë që ushtrimi i trupit është i nevojshëm vetëm në këtë botë. Perëndishmëria ka një vlerë të përjetshme. Edhe Pali thot, ashtu si kundër ushtroheni trupërisht, është e rëndësishme që të ushtroheni edhe në perëndishmëri. Edhe pasazhi i sotshëm, interesant, Pali ilustron jetën e krishterë me atë të një gare, edhe besimtarin e krahason me një vrapues, me një atlet, se si ai duhet të rend në garë. Le ta lexojmë pasazhin për sot që do të studiojmë së bashku. Është letra e parë Korintasve 9, vargjet 24 deri 27. Pali thot, a nuk e dini se ata që vrapojnë në stadium, vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm një e merr, mungon një çë aty, çmimin. Vraponi në mënyrë që ta merrni, dhe kushdo që merr pjesë në garë, thot, e përmban veten në të gjitha. Ata pra për të parë një kuror që prishet, kurse ne për një kuror që nuk prishet. Unë pra, kështu vrapoj, thot Pali, jo sikur jam në pasiguri, thot kështu luftoj me grusht, jo sikur ra erën, madje mundoj trupin tim dhe e nënshtroj se mos pasi tu kem predikuar të tjerëve, thot të bëm për të hedhur poshtë. Interesant Pali si e përdor fjalorin e tij. Edhe thot aty vraponi në mënyrë që ta merrni. Thot vërtet vrapojnë të gjithë, thot, por vetëm një e merr çmimin. Vetëm një. Edhe kështu ishte në atë kohë në qytetin e Korintit. Tani, nëse ai thot besimtarëve që ju duhet të vraponi, po vetëm një e fiton,
të gjithë tjerët do të dekurajohen, apo jo, sepse vetëm një do ta fitojë çmimin. Edhe një besimtar mund të mendojë me vërtet, si thua, me sinqeritet, edhe thotë, po ja, Pali, për shembull, tha, ne e dim që tha, luftën e mirë luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Pali fitoi, ne të tjerët nuk e fitojmë dot. Në fakt nuk është kështu. Shikoni pak, sepse Pali në mënyrë eksplicite përdori sa fjalë shumë të veçanta në këtë pasazh. Vërtet, në garat në qytetin e Korintit, një e merrte çmimin. Edhe kjo është e vërtet nga ana historike. Por në garën e krishterë është ndryshe. E dini pse është ndryshe? Sepse ne si besimtar nuk garojmë për të mundur të tjerët. Nuk garojmë për të mundur njëri tjetrin. Do me thënë, ne nuk jemi aty që të mundim të tjerët, le të them, në Krishtin. Jo, ne konkurojmë ose luftojmë kundër vetes tonë, rrethanave tona, kundër pengesave që ne na dalim përpara në garën e besimit që Zoti na ka caktuar. Pra ky është një ndryshim shumë i madh. E dini, do të thotë që ne të gjithë mund të fitojmë. Ju mund të thoni, po nga e diti këtë gjë, sepse Pali thotë, e di si është puna, vraponi thotë në mënyrë që ta merrni. Vraponi thotë në mënyrë që ta merrni, është në numër i shumës. Vrapo, ke pistën tënde. Ke pistën tënde, ti duhet të luftosh, sepse e dini çfarë thot Pali, e vetmja pengesë që të bën ty të mos fitosh është vetja jote. Edhe po ta lexosh pasazhin deri në fund thua Pali ke të drejtë, sepse ti flet për trupin, flet për shumë gjëra aty. Domethënë edhe ky është një fakt. Kështu që vrapo. Vrapo që ta marrësh. Edhe aty thot në numrin shumës, vraponi, thot. Sepse ne do të mendonim, ja, Pali e fitoi dhe ne të tjerët se fitojmë dot garën, sepse ai e fitoi. Me siguri Pali e fitoi, do të mendonim ne. Për shembull, luftën e luftova, luftën e mirë, e përfundova vrapimin, e vargje tjera që ne dim për Palin se si ai ka rendur në garën e besimit, siç shprehet edhe te letra e dytë e Timoteut që ne do ta shohim. Pra, le ta marrim në konsiderat një gjë të tillë. Po, ajo që do të shohim sot është në mënyrë praktike. Çfarë motivon? Sinqerisht, le të mendoj secili prej nesh, një atlet, një sportist që ai të rend me vrap, të vrapoj, ashtu si thuhet këtu. Çfarë motivon? Çfarë nxit ata atlet që ai të rend shpejt, me që Pali po përdor shembullin e lojrave? E nxit pikërisht dëshira për të fituar një çmim, për të fituar një shpërblim. Edhe e njëjta gjë është edhe me ne si besimtarë krishterë. Pali thotë, di si është puna, edhe ne kemi një garë, po ta dini, për shkak të dashurisë që keni për Krishtin, për shkak sepse ai do t'ju jap juve një shpërblim, për shkak se ju do të fitoni diçka e cila nuk do të humbas kurrë. Sepse ky është ndryshimi. Vërtet, ata luftojnë në këtë botë, dhe ne dim atletët, sportistët për të marrë një kuror, edhe kjo është një kuror që prishet, apo jo? Ju mund thoni, po ari, unë kam studiuar, kam kërkuar në internet, është një metal që nuk prishet, jeton edhe si mund të prishet ari, po patjetër te letra 2 e Timoteut, te letra 2 e Pjetrit, apostulli Pjetër thotë, di si është puna, thotë, do të vi një kohë, thotë, dita e Zotit do të visi një vjedhës natën, atë ditë qejt do të shkojnë me krism, por elementët do të shpërbëhen nga të nxehtit dhe toka dhe veprat që janë në të do të digjen krejt. Çdo gjë, le të them fizike, çdo trofe fizik që një njeri mund të marrë në këtë botë, jo thjesht në një garë, në një medalje ari, se po e vulgarizojmë shumë, por çdo gjë që një njeri mund të përfitojë në këtë botë, nuk do të jetë më. Nuk do të jetë më. Prandaj Pali thotë, di si është puna? Ju keni diçka e cila nuk prishet, nuk kalbet, nuk vjetërohet. Te letra e parë e Pjetrit ai thotë, di si është puna? Prapë thotë atyre besimtarëve, apostulli Pjetër thotë, juve thotë, jeni ruajtur për një trashëgimi e cila është e paprishme, e pafishkur, që është ruajtur në qejt për ju. Nëse unë mund ta perifrazoj atë vargun. Pra, vërtet duhet ta gëzojmë përgjithmonë atë gjë, trashëgimi të paprishme. Tani le të flasim në mënyrë praktike si ta fitojmë ne garën, sepse ja, në këtë pasazh apostulli Paul thotë, shikoni, thotë, kushdo që merr pjesë ku? Ku? Në garë. Pra Bibla na e thotë ne që ajo për cilën duhet të mendojmë edhe të arrijmë të perceptojmë në mendjen tonë, ta përthithim, është që ne jemi në një garë. Kjo është gara e besimit. Nuk është garë kundër të tjerëve, po është garë, siç thash, kundër vetvetes.
kundër rrethanave, pengesave që në dalin në jetë, armiqve tanë, që është mishi, bota, djalli. Apo jo, mund ta zhvillojmë shumë këtë gjë dhe të flasim edhe më shumë. Po një atlet së pari, ai kontrollon veten në të gjitha. Është e vërtetë që nëse ashtu siç ka disiplinë dikush në jetën private, ashtu duhet të ketë disiplinë edhe në marrëdhënien me Zotin, disiplina ndaj vetes. Një atlet i mirë ka disiplinë, është i vetë disiplinuar. Është i përmbajtur, e përmban veten. Në fakt, në çdo fushë të jetës ai është i disiplinuar. Ka disiplinë sa i takon në gjumë apo jo, për gjumin. Është i disiplinuar në dietë, është i disiplinuar në ato rregullat e stërvitjes, për shembull, është i disiplinuar në oraret që ai ka gjatë ditës, për shembull, ai është i disiplinuar në çdo fushë të jetës. Me fjalë tjera, çdo fushë e jetës ti është plotësisht nën kontrollin e tij. Ai është i disiplinuar që të fitojë, përndryshe do të skualifikohet. Një atlet që nuk disiplinohet në atë që bën, nuk kualifikohet. Edhe ne duhet jemi të disiplinuar në çdo fushë të jetës tonë, për shembull, të disiplinuar në jetën tonë në lutje, të disiplinuar në leximin e fjalës Perëndis, të disiplinuar në dëshmi ndaj të tjerëve, të disiplinuar në mbledhjen tonë së bashku, të disiplinuar në dhënje, në ofertë, të disiplinuar në gjërat që mund të bëjmë të parreshtur, si thua në ato gjëra që Zotit i pëlqejnë. Ne duhet të jemi të disiplinuar. Dikush mund të thotë, po pse duhet të jemi të disiplinuar në këto gjëra, nuk duhet të vinë këto natyrshëm, le t'ju them që jo çdo gjë vjen natyrshëm në jetën tonë si besimtar. Prandaj ka nevojë për përmbajtje. Ka nevojë për përgjegjësi. Edhe këta janë njerëz që rriten, që mbajnë përgjegjësi edhe që e kontrollojnë, si thua, trupin e tyre, veten e tyre dhe janë të përmbajtur. Këta janë njerëzit që Zoti i pëlqen. Edhe Pali e di ai këtë gjë dhe thotë nën frymëzimin e frymës së shenjtë, thotë nëse juve thotë, dëshironi të fitoni. Atëherë duhet ta përmbani veten tuaj, të jeni të përmbajtur në të gjitha gjërat. Përndryshe nuk do të keni fitore. Unë di dhe njoh në jetën time të krishterë kam shumë shembuj që mund t'jap, po besimtarë që janë lutur edhe thotë ose u thon të tjerëve lutu që të kaloj më shumë kohë me Biblën. Lutu që të lexoj, ose le ta them kështu nga Bibla. Di çfarë lutu, po fillo të lexosh. Çohu gjysmë ore më përpara, sesa ti ikësh në punë, ose 15 minuta më përpara. Çohu, nuk të del gjumi, shko te lavamani dhe fute kokën te uji që të dal gjumi. Si një ushtar, si një atlet, si një sportist. Në qoftë se vetëm lutesh edhe nuk hedh hapin, asnjëherë nuk ka për të ndodhur. Edhe gjatë 10 viteve do të thuash të tjerëve lutuni që të kaloj kohë me Zotin. Duhet ta disiplinosh veten dhe ta bësh një gjë të tillë. Përndryshe asnjëherë nuk ka për të ndodhur. Është gënjeshtër nga djalli të thuash që disiplina të kufizon lirinë. Përkundrazi, disiplina na jep liri që ne të fitojmë. Na jep liri që ne të fitojmë. Përndryshe do të skualifikohemi. A e dëgjojmë fjalën e Zotit, a e lexojmë fjalën e Perëndis, a ekspozojmë veten ndaj mësimit dhe predikimit të fjalës së Zotit? A e dëshirojmë një gjë të tillë, a mësojmë përmendësh nga fjala e Zotit? A dëshmojmë për Krishtin? A meditojmë për fjalën e Tij? Apo e bombardojmë veten me çdo gjë që na pëlqen të kalojmë kohë nëpërmjet smartphone-it apo kompjuterit? Apo kaloj kohë në lutje, apo jap për Zotin? Apo i bindem trajnerit, si fitohet? A i bindem fjalës, a jam në vendin ku Zotit i pëlqen që të jem? Vraponi që të fitoni, thot Pali. Vraponi që të fitoni. Fiton ai që ka një jetë të disiplinuar. Ne nuk lindim të disiplinuar. Ne disiplinohemi në jetë. Mësojmë në jetë. Një atlet, jo vetëm që kontrollon veten në të gjitha, por një atlet duhet të ketë siguri. Në fakt, Pali thot aty, unë pra, kështu vrapoj. Dhe shikoni, Pali vazhdon me këtë ilustrim. Thot, kështu thot, vrapoj, jo sikur jam në pasiguri, thot, kështu luftoj me grusht, jo sikur rah erën. Pali po thotë, disi ish puna nuk dua të më dal huq. Se këta që rajnë erën, bëjnë diçka për shembull, do të godasësh një gjë dhe të shkon huq. Jo, thot Pali, unë dua të jem i fokusuar aty. Nuk dua të më dal huq jeta. Luftoj, thot, por kam siguri. Kam siguri. Edhe Pali thot, jo sikur jam në pasiguri. Edhe
Ja, Palit I pëlqen siguria dhe thot aty te Galatës, për shembull u ngjitha sipas një zbulese dhe u shtillova atyre ungjillin që po shpall ndër pagandët në mënyrë të veçantë atyre që kishin më shumë emër, që të mos vrapoj ose vrapoja më kot. Palit I pëlqen siguria, gjërat që ai do që t'i bëj, I themi ne e ke me tërmend? Po, ai do t'i bëj me gjithë shpirt gjërat që bën. Shikoni te letra e dytë e Timoteut, ai thot Timoteut për këtë arsye, thot unë po vuaj edhe për këto gjëra, por nuk kam turp, thot, sepse e di kujt I kam besuar. Unë e di, unë jam I sigurt. Dhe jam I bindur se ai është I fuqishëm që ta ruaj në dorën time deri në atë ditë, në dorë, do të thotë që ai ruan, më mban mua të sigurt, si një thesar. Ai ruan thesarin tim. Edhe unë jam I sigurt. Unë e di kujt I kam besuar. E di se çfarë po bëj? Jam I bindur që ai është I fuqishëm ta ruaj në dorën time deri në atë ditë. Kështu është. Jezusi është I aftë të na ruaj. Amen. Të na mbajë. Dhe prandaj edhe tek letra e parë Korintasëve 15 duke folur për ngjalljen aty thotë në fund të kapitullit, prandaj o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë dhe të patundur, duke tepruar për herë në veprën e Zotit, jo thjesht duke shërbyer, por duke tepruar. Edhe më shumë. Sikur jeni një garë, sikur je duke luftuar, edhe në fakt ashtu është, ne jemi, por po përmend shembullin e atletit, duke ditur se mundi juaj thotë, nuk është I kot në Zotin, gjithçka ja vlen. Ne po investojmë për diçka që do të mbetet. Jo për atë që do të zhduket një ditë, sikundër folim nga letra e dytë e Pjetrit, që do të shkatrohet gjithçka. Çdo tapi. Gjithçka. Interesante. Një atlet duhet ketë siguri. Në ring, nëse shikoni dy njerëz që grushtohen apo munden, varet nga sporti, mund të jetë sporti mundjes. Mendoni pak tani që ai që është aty, njëri nga ata, të mos di kush është kundërshtari. Si mund të luftojë? Huq, asgjë, nuk shikon, nuk di asgjë. Pali thotë unë e di. Unë e di dhe e njoh. Edhe unë jam I fokusuar. Një atlet komandon trupin e tij. Në fakt, kjo është një fjalë ushtarake, por do ta shpjegoj arsyen pse kam përdorur këtë fjalë. Pali thot në vargu 27, madje e mundoi trupin tim, thot dhe e nënshtroi, se mos pasi tu kem predikuar të tjerëve të bëhen për tu hedhur poshtë. Pali nuk po flet këtu që unë do të humbas shpëtimin. Jo, Pali po thot që unë thot mund të skualifikohem nga shërbimi. Do të thotë që influenca ime për Krishtin do të zbehet. Unë nuk do të kem më ndikim tek jeta e dikujt, tek jeta e të tjerëve. Unë do të bëhem për tu hedhur poshtë. Prandaj thotë mundoj trupin tim dhe e nënshtroj. Çfarë do të thotë kjo? A jemi ne si ata asketët, si ata jezuitët, për shembull që përmenden nga Kisha Katolike, apo si ata murgjerit, që luftojnë me veten e tyre? Jo. Pali nuk po thotë një gjë të tillë. Ato ushtrojnë dhunë fizike dhe ndaj trupit. Ne nuk na mëson kështu fjala e Perëndis. Por Pali ka ndërmend diçka tjetër. Që janë gjëra më të qëndësishme, të cilat pengojnë njeriu që ai të ecë me Zotin. Është pikërisht mishi që është pjesë e këtij trupi. Që e tërheq njeriu që të mos dëshiroj, po e marr në gjërat më thjeshta, të lexojë fjalën e Zotit, të mblidhet me besimtarët e tjerë, të lutet Perëndis, e quan si një punë, si një mund, të mos marr pjesë me të tjerët për të shërbyer Zotit, për të mos dëshmuar për Krishtin tek të afërmit apo tek njerëzit që i rrethojnë. Edhe Pali thotë, unë e bëj një gjë të tillë. Çfarë ndodh nëse një vrapues, atlet, refuzon të disiplinojë veten? Po sikur ai të ri jashtë çdo natë duke festuar, po them është një atlet profesionist. Çfarë ndodh nëse ai rri çdo natë duke festuar, po sikur të haj vetëm ushqime të pashëndetshme, po sikur të braktisë rutinën e ushqimeve, të ushtrimeve dhe të ndalojë së vrapuarit, mos bëj stërvitje dhe gjëra të tilla. Çfarë do të ndodh me atë? Çfarë mund të presë ai person? Ai mund të presë të humbas formën fizike. Ai është e sigurt që nuk do të fitojë çmim, nuk do të fitojë në garë. Ai do të bëhet një atlet i mbaruar, nëse mund të përdor këtë shprehje.
siç e përdori çdo ditë, i mbaruar fare. Nuk është për atë punë. Por vlla, gjej një gjë tjetër. Nuk je për këtë punë. Ja kjo ndodh. Në fakt, e njëjta gjë mund të ndodh një besimtari, mund të ndodh nëse ai refuzon të disiplinojë veten nga ana shpirtërore. Do të humbas formën shpirtërore, nuk do të jetë më njësoj, nuk do të jetë i suksesshëm në të jetuarit e jetës krishtere, do të jetë një besimtar i mbaruar. Ju pëlqen kështu? I marr fund. Në jetë të përditshme, në sjellje, në komunikim, një jetë pafitore, një jetë mizerabël. Çfarë gëzimi ka kjo? Çfarë sjell në jetën e dikujt një gjendje e tillë? Kjo ishte një nga frikrat e më të mëdha të Palit, prandaj i thotë në vargu 27, madje mundoj trupin tim dhe nënshtroj se mos pasi tu kem predikuar të tjerëve të bëhem për tu hedhur poshtë. Pasi mund them që bëni këtë, bëni si them unë edhe mos bëni si bëj unë, me fjalë të tjera. Prandaj Pali e tha një gjë të tillë. Unë duhet kem kujdes me veten time, vërtet ne themi Pali apostull, Pali një besimtar unikal, ku di unë çfarë themi për Palin, ai ishte i tillë, i këtillë. Pali tha unë mundoj trupin tim dhe nënshtroj. Për tacia, në mëngjes nuk ngrihem dot dhe trupi na thotë ndjem pak i lodhur, le të mos shkoj sot këtu, le të mos bëj këtë gjë, le të mos bëj atë. Pali thotë tendose trupin tënd. Në ekstrem. Ka shumë gjëra që mishi nuk i pëlqen, që trupi yt nuk i pëlqen. Në qoftë se do dëshiroj argëtim, ke dëshirë ta bësh. Në qoftë se dëshiron të kesh diçka që të kënaq mishin tënd, do dëshiroj ta bëj. Ashtu si thot Pali te Romakët kapitulli 7. Sa mirë që është kapitulli 8 aty, se nuk mbaron me kapitullin 7. Që njeriu ka fuqi në frym. Edhe Pali thotë që ne duhet të mbajmë dëshirat natyrore të trupit tonë në kontroll, ndryshe përjashtohemi nga shërbimi. E çon trupin në limit. Kjo është dëshira e Zotit. Dhe vërtet, një atlet i mirë nuk do t'ja di për kushtet e motit. Ju vetë ndoshta keni parë, nuk do t'ja di nëse është ngric, bie shi, është ftohtë, është vap. Ai është duke ushtruar. E drejton trupin e tij. E drejton trupin e tij. Prandaj te Romakët 12 ne gjejmë, thot Pali, thot, ju lutem pra o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë Perëndis, thot, ti paraqitni trupat tuaj si flit i gjallë. Si flit i gjallë. Të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur, thot, dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti i Perëndis. Madje diku më tej thot, vishni Zotin Jezu Krisht dhe mos u kujdesni për mishin që ti plotësoni epshet. E ka fjalën për atë natyrën mëkatare. Dhe Pali thot, unë dua ta drejtoj trupin tim, që trupi të mos më drejtoj mua. Të mos më drejtoj mua. Ose ne e kontrollojmë trupin, ose ai na kontrollon ne. Gjumi i tepërt, pasiviteti, ngrënia e tepërt. Edhe Pali thot aty, Pali nuk rresht në fakt, sepse ka përvojë nga jeta. Edhe ai thot, e di si është puna, duhet komandoni trupin në njerëz. Duhet ta komandoni. Sepse ai po ju kontrollon. Ai po ju kontrollon. Edhe Timoteut, që ishte një besimtar i ri relativisht, pavarësisht se ishte në pozitën drejtuese të një pastori, ai thot, aratisju pasioneve rinore dhe bjeru pas drejtësisë, besimit, dashurisë dhe paqes, bashkë me ata që e thrasin emrin e Zotit me zemër të pastër. Sa e bukur që është. Jeta jote ka një qëllim, ka një motiv, ka një arsye. Edhe Pali thot, kjo është një disiplinë e përditshme. Erdhi koha të marrësh disa përgjegjësi, të rridesh, të ecësh përpara, të vraposh, të rendesh. A do të fitosh? Vrapo që të fitosh. Vrapo që të fitosh. Kjo është fjala e tij. Një atlet lufton sipas rregullave. Te letra e dytë e Timoteut 2 vargu 5 thot po ashtu nëse dikush merr pjesë ku? Në gara,
nuk kurorzohet, po të mos ketë luftuar, ja përmendet fjala luftë këtu, interesante. Po flet për një atlet e megjithatë përmendet fjalën luftë. Përveç se edhe sportet e tjera duhet të luftosh, po lufta duhet të jetë sipas rregullave. Sipas rregullave. Në sport ka rregulla apo jo? Ju që ju pëlqen futbolli dini shumë mirë që nuk lejohet të shkosh ta pengosh nga mbrapa lojtarin e skuadrës kundërshtare, apo jo? Aq më tepër aty pranë portierit, se dënimi është 11 metrash, nuk lejohet një gjë e tillë. Tjetër, një futbollist nuk duhet kap topin me dorë. E të tjera se do të rrim pastaj shumë kohë, po ideja është që nuk kurorzohesh sa i takon garës së besimit. Nëse si thuash gënjen vëllezrit, je hipokrit. Besimtarët në kishën e Galatis, ata thoshin që ne i bindemi ligjit të Zotit nga jashtë. Edhe Pali po thotë, ju vraponi të bukur, kush ju pengoi të mos i bindeni së vërtetës? Për çfarë i bëni gjërat që bëni? I bëni për dukje? Për hipokrizi? Më mirë të jesh ashtu siç je. Trego problemin që ke, ose lutje Zotit të ndryshojë. I vërtet paktën. Vraponi të bukur, kush ju ka penguar të kthe, ti mos i bindeni së vërtetës. Ata ishin kthyer në legalizëm me qëra fjalë, sepse ky është konteksti. Prandaj dhe te letra e Hebrejve, shikoni me vëmendje aty. Autori i letrës thotë, prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar, thotë nga një re kaq e madhe dëshmitarësh. Dëshmitarët janë ata që janë në kapitullin 11. Ju kujtohet çfarë është në kapitullin 11? Përmendet besimi i një le të them serie që përmend autori i Hebrejve individësh me jetën e tyre të cilët i besuan Zotit me anë të besimit, edhe i përmend me emër. Me anë të besimit, edhe i përmend heronjtë e dhjatës vjetër. Edhe këtu thot, prandaj dhe ne duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh. Ata janë dëshmitar. A thua sigurimin në një stadium olimpik. Edhe ata janë aty duke na parë ne. Kjo është, do të thënë ajo çfarë mund të kuptohet në pamje të parë në fakt. Ata janë dëshmitar po të shkruar në fjalën e Zotit, jo se janë duke na parë tani, por unë thjesht po imagjinoj pak që ne jemi në garën tonë, secili në pistën tonë. Edhe kemi shembullin e këtyre njerëzve. Edhe këta vërtet na shërbejnë ne që të na inkurajojnë, por Jezusi na forcon. Amen? Ne mund të hedhim një sy këtyre, mirë do ishte, të studiojmë jetën e tyre, por fitoria vjen jo nga këta. Vjen nga Zoti. Ky është një dyshim shumë i madh, do të flasim për këtë më pas. Por aty thot, shikoni, thot duke qenë të rrethuar një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej, jo duke lënë mënjan, se ky është një ndryshim shumë i rëndësishëm. Këtu, prandaj fjala e Zotit është ashtu siç është, sepse është e veçantë. Edhe thot, duke hedhur tej, thot, çdo bar dhe mëkatin. Pra çdo bar dhe mëkatin që na qarkon kaq lehtë, le të rendim, ja ku jemi, është i njëjti kontekst. Le të rendim me durim ku? Në garën që është përpara nesh. Le të rendim me durim, duke hequr pengesat. Tani para se të flasim për barrat dhe mëkatin, le t'ju them këtë që mund të lexoni, shfletoni, por rrobat e atletëve profesionistë, ose le të them uniforma që ata kanë, është më e lehtë nuk bëhet. Që të eliminohet çdo lloj fërkimi i mundshëm, që ato rroba të ruajnë aerodinamikën e trupit, sepse edhe një shtim i vogël peshe në uniformën e tyre të garimit është një diferencë e madhe midis, do të thonë, ose le ta them kështu, ndan fitoren nga dështimi. Edhe çuditërisht ato nuk kanë xhepa, po të shikoni rrobat e atletëve, kanë një bluzë dhe një palë kështu të shkurtra, ta them kështu. Edhe nuk kanë xhepa. Çfarë do fusin aty? Çi duan? Nëse duan të fitojnë. Vetëm edhe kështu thonë, në fakt një shtesë e vogël në peshë prish rehatin, edhe ndikon që të mos fitohet gara. Çdo barr, hiqni, edhe një herë theksoj, duke hedhur tej. Nuk thot duke lënë mënjan, duke hedhur tej. Edhe këto vërtet janë fjalë të forta.
çdo bar, do me thënë gjërat që na ngadalsojnë rritjen tonë frymërore. Fjala e Zotit është fjala e Zotit dhe ka. Çfarë na ngadalson? Ja për shembull, keni kujdes thotë që zemrat tuaja, thotë Jezusi, të mos rëndohen nga të llupurit. Interesante. Edhe thotë nga të deurit, nga kujdeset e jetës, që ajo ditë të mos ju zërë në befasi, thotë, sepse do të visi një lak mbi të gjithë ata që banojnë në mbi faqen e mbar dheut, prandaj rrini zgjuar dhe lutuni kurdoherë që të çmuani të denjë të shpëtoni nga të gjitha ato që do të ngjasin dhe të qëndroni thot para birit njeriut. Mendoni pak, një trajner që e lë skuadrën e tij, e cila do të ketë garë nesër, që të festoj natën. Në qoftë se ai e lejon si trajner një gjë të tillë, ata nesër do të jenë të lodhur e nuk do të kenë përqendrim, do të jenë pa përqendrim, mungesë përqendrimi. Nuk do të jenë gati për të fituar garën. Prandaj Pali thotë që, shiko, një besimtar duhet të ketë disiplinë, thotë, çdo gjë më lejohet, po jo çdo gjë ndërton, çdo gjë është e dobishme dhe unë nuk do t'i nënshtrohem asnjëres, thotë Pali. Fjala e Zotit është fjala e Zotit. Prandaj çdo gjë në jetën tonë që prish këtë regjim kthehet në një barr. Cili është regjimi? Një regjim personal në ecjen me Zotin. Leximi i Biblës, të lutemi atij, të dëshmojmë, të ndajmë fjalën e Perëndis, ungjillin me të tjerët, të dishepullizojmë. Janë gjëra shumë normale, janë gjëra të vogla, mund t'i konsideroni, por në sytë e Zotit kanë shumë peshë, sepse investimi është për gjëra të përjetshme. Dehja. Kush e kontrollon jetën tonë? Kujdesjet e jetës, në fakt shqetësimet e jetës. Jezusi e përmend këtë në shëmbulltyrën me farën, nëse ju kujtohet që hedh farën dhe një pjesë e farës ranë në ferr, apo jo. Edhe aty fjala u mbyt thot, sepse shqetësimet e botës ja zun frymën. E në fakt kështu është. A jeni të shqetësuar, a jeni shqetësuar ti se çfarë do ndodh me fëmijën tënd nesër? Me familjen tënde nesër? Me punën tënde nesër? A je i prekupuar? Po, je i prekupuar, po Zoti thot, këto janë ato gjëra, kur ti e mban mendjen vetëm te kjo, lë kujdesin hyjnor të Zotit më njanë, sikur ti ke jetën tënde këtu edhe Zoti nuk kujdeset për ty. Edhe shqetësohesh ashtu si shqetësohet bota, njerëzit. Shqetësimet e jetës, ato i mbysin fjalën. Ti je i shqetësuar se çfarë do të ndodh me këto gjëra. Edhe mund të pranohet si një lloj shqetësimi i lishëm. Mirë po, shqetësimet e jetës, thot Jezusi, mbysin fjalën. Ju largojnë nga Zoti, ju e lini fjalën e Perëndis. E lini të mbledhurit bashkë tuaj. Nuk keni fuqi të dëshmoni, nuk i luteni Perëndis. Kur pikërisht në momentin kur ti dukesh sikur nuk e shikon Zotin, ai është më afër teje. Është aty për të parë reagimin tënd, përgjigjen tënde, edhe prit sepse Zoti do të kujdeset për ty, ashtu siç ka premtuar. Ai beson aty. Një besimtar që investon aq shumë kohë në punë, sa neglizhon të lutet ose të shërbej, ngarkon një barkë që pengon të vrapoj me lehtësi. Hidheni te, thot, nuk thot lërini më njanë. Interesant, shëndoshja frymërore ka shumë, por njerëzit e mbushin kokën me profeci, me njohuri nga fjala e Perëndisë dhe nuk e zbatojnë fjalën, apo nuk e investojnë atë që mësojnë tek jeta e dikujt tjetër, duke thënë që kjo është detyra e atij që predikon, apo e pastorit, apo e tjetrit që ka një shërbim. Jo, Zoti na ka dhënë mundësi që ne të ndikojmë tek dikush. Nuk do të thotë që duhet kemi një pozitë, secili ka një rol drejtuesi në atë aspekt të jetës që Zoti ka dhënë ty. Edhe mund të ndikosh tek një tjetër. Ju vraponi të bukur, kush ju pengoi të mos i bindeni së vërtetës. Ndoshta mund të na duhet të hedhim disa qëndrime, disa preferenca, disa tradita që mund të mos jenë të gabuara në vetvete, mirë po ja që na pengojnë në ecjen tonë. Jo vetëm çdo barr, sepse ngadalson rritjen tonë frymërore, por dhe mëkatin që na qarkon vazhdimisht. Nuk do të kalojmë shumë kohë këtu sepse koha ikën, por shikoni me vëmendje fjalët që përdor Bibla. Shikoni sepse janë fjalë të veçanta. Janë të njëjtat fjalë që ne lexuam tek Hebrejt. Jo që ta lini më njanë mëkatin, por thot hiqeni, hidheni tej. Por
tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra, thot zemërimin, inatin, mbrapshtin, sharjen, të folurit e pandershëm prej gojës suaj. Pse duhet i keni këto gjëra? Hiqeni, hidhini të ju pengojnë, do t'ju ngadalsojnë, vrapin, në qoftë se jeni në garën e besimit. Hidhini tej, thot, te letra e parë Pjetri, hidhni tej, pra çdo ligësi, çdo mashtrim, hipokrizit, smirat, çdo shpifje, si foshnja të sapolindura, thot, të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës. Shikoni një krahasim tjetër. Ashtu si foshnja të sapolindura të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të tij. Të rriteni me anë të tij, ta dëshironi çfarë mendon Zoti për këtë gjë. Jo çfarë mendon filan opinionist, filan person që del, çfarë mendon ChatGPT apo çfarë mendon Zoti për këtë gjë. Jakobi 1:21, prandaj hidhni tej çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaja. Fjala e Perëndisë është e tillë, dashuria për paran, vese, zakone që dikush mund të mos i quajë mëkat. Mirë po, këto janë gjëra që ngadalsojnë vrapimin ton. Kujdes, fjala e Zotit na ndriçon në lidhje me këto gjëra. Ke një problem me dikë, zgjidhe. Po pse nuk e zgjidh? Hajde të vazhdojmë garën, se kemi garë përpara. Kemi shumë gjëra për të bërë së bashku. Zotit i pëlqen një gjë e tillë. Një atlet duhet të ketë durim. Ja po mbarojmë, durim. Do mbarojmë shumë shpejt. Pa merak, po pak durim, mirë do ishte. Thot, prandaj dhe ne duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barë dhe mëkatin që na qarkon kaq le të rendim, thot, me durim në garën që është përpara nesh. Në fakt, gara ka vështirësi, ka përpjekje, ka dështime, është luftë, kërkon këmbgulje, edhe është maraton, nuk është një sprint. Filloj edhe vrapoj pak edhe harxhoj atë energjinë, djeg, jo. Bëhet fjalë për një garë e cila të djeg kraharorin, që kërkon të vazhdosh, të këmbgulësh. Kjo garë ka nevojë që atleti të përpiqet vazhdimisht të këmbgul për një kohë të gjatë, prandaj Pali thot aty që vraponi në mënyrë që ta merrni. Vraponi. Nëse nuk vrapojmë, nuk fitojmë. Durimi është një cilësi e domosdoshme në shëmbëtyrën e mbjellësit, pa humbur shumë kohë këtu, por shikoni, Jezusi thot, ata mbi shkëmb janë ata që kur dëgjojnë, thot, e presin fjalën me gëzim, por ata nuk arrojnë, thot, besojnë për një farë kohë, vjen vështirësia, në kohën e tundimit tërhiqen, nëse tundohen, vjen një hall, një problem i zë dhe tërhiqen. Edhe humbasin fokusin. Ku është durimi? Ku është durimi? A i besojmë fjalës e Zotit vetëm kur jemi mirë? Pse mos Zoti është kur ne jemi mirë? Kur marrim rrogën në fillim apo në fund muajit kur e merrni. Vetëm atëherë është i mirë Zoti? Vetëm kur jemi mirë me shëndet, vetëm atëherë është i mirë Zoti? Vetëm kur gjërat na ecin, vaj, është i mirë Zoti. Ndërkohë që letra e Hebrejve, për shumë interesant, aty ku flitet për garën, gjithashtu në kapitullin 6, dëshirojmë që secili nga ju të tregojë deri në fund të njëjtin zell për të arritur në sigurimin e plotë të shpresës, që të mos bëheni të ngathet, por imitues të atyre që nëpërmjet besimit dhe zemërgjerësisë trashëgojnë premtimet, sepse kur Perëndia i premtoi Abrahamit, duke qenë se s'kishte ndonjë më të madh mbi të cilin të betojë, betua mbi veten e tij duke thënë, vërtet duke bekuar do të bekoj dhe duke shumuar do të shumoj, dhe kështu Abrahami duke pritur me durim e arriti premtimin. Durimi është një virtyt që mund të zhvillohet me ndihmën e fjalës Perëndisë. Përveç kësaj, shikoni te Romakët 15, sepse sa u shkruan, thot Pali më përpara, u shkruan për mësimin ton që me anë të durimit dhe të ngushëllimit të shkrimeve. Kur ne lexojmë Biblën, ne mësojmë, Zoti injekton në ne të vërtetën e tij. Edhe ai na tregon në mënyrë të mbinatyrshme. Na prek ato telat e zemrës, apo fjala e tij shpon siç pam, kur e pam, javën që kaloi, ne që ishim këtu. Zoti na sjell vete. Edhe me anë të durimit dhe të ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë, këtu bëhet fjalë për ngushëllim. Zoti shëron, Zoti ngushëllon. Zoti pret atë që nuk duhet, po nga ana tjetër të fashon plagën edhe të shëron. Edhe thot dhe Perëndia i durimit, ja ku e kemi, dhe i ngushëllimit, ju dhënë juve të jeni të së njëjtës mendje midis njëri tjetrit, sipas Jezu Krishtit.
durimi është i nevojshëm, qofse duam të kemi sukses. Një garues i sprovuar duke trajnuar siç duhet, nuk trembet, nuk dekurajohet me rezistencë, i shkon garës deri në fund që të marrë çmimin. Ku e kemi shikimin? Shikoni një varg tjetër nga 10 vjetër. Thot, me ty mund të sulmoj një grup, me Perëndin tim mund të kapërcej një mur, një arave, thuhet e librit Psalmeve, është një pasazh. Rruga e Zotit është e përsosur, fjala e Zotit është pastruar me zjarr, ai është mburoja e gjithë atyre që kanë shpresë tek ai. Edhe besimi ky është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Sa mirë i di more këto. Jo, lavdi Zotit, shumë mirë, po. Vërtet, nëse lodhemi, mos haroj Jezusi u lodh. Nëse vuan, Jezusi vuajti. Nëse ke tundime, mund t'i kalosh, Jezusi u tundua, të premton që mund t'i kalosh, kërkon ndihmë, edhe ai t'i jep fuqi. Nëse nuk vrapojmë, nuk fitojmë. Një atlet e fundit i mban gjërat, i mban ku jemi? Ja. Jo. Një atlet i mban syt në përfundimin e garës. Kjo është pika e fundit që do shohim. Duke i drejtuar syt tek Jezusi. Edhe thot kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij duroi kryqin duke përçmuar fyerjen që ul në të djathtë të fronit Perëndis. Nesër do të flitet më shumë për këtë gjë, por pyetja është çfarë vëmë ne përpara syve tanë. E do të mbarojmë me këtë. Tani Jezusi është kreu dhe plotësonjësi i besimit. Kur ne të mbarojmë garën, aty në vijën e finishit, ta dini mirë. Jezusi është aty, gati për të na përqafuar. Kur të presim atë vijën e finishit aty. Po flas në mënyrë metaforike për atë vijën e finishit, besoj se e kuptojmë. Por Jezusi duroi kryqin, u përçmua, vuajti. Jezusi u kundërshtua nga ata që ishin kundër tij. Çfarë nuk i bën Krishtit për ta poshtëruar atë? Edhe ai fitoi kundër tundimit, torturave, urisë, etjes, pikëllimit, trishtimit, vdekjes. Edhe dini çfarë bëri Krishti? Krishti, edhe ai rendi, ishte në korsinë e tij. E dini këtë gjë? Kjo më inkurajon mua. Shpresoj ajo që thot Pali në lidhje me Krishtin jetë për gjithë ne, se tek Hebrejt 6, Krishti ishte i pari që bëri këtë garë. Edhe thot, kjo shpresë që ne kemi si një sperancë e sigurt dhe e patundur për shpirtin, e cila hyn deri në brendësinë e velit, edhe e keni parasysh, bën fjalë për atë shenjtëroren e shenjtëroreve, që është aty lart në qiellin e tretë, ku ka hyrë, thot Jezusi, si pararendës për ne, pasi u bë kryeprift në përjetësi sipas rendit të Melkisedekut. Jezusi e ka bërë garën e tij. Edhe e shtroi rrugën. Shikoni, me anë të një udhe të re dhe të gjallë, bëri gati rrugën për ne, që ai përuroi për ne me anë të velit, do me thënë të mishit të tij, sepse ai u kryqëzua në kryq. E luftoi luftën e tij. Përfundoi vrapimin. Sa e bukur që është. Edhe e përuroi rrugën. Tani pret për ne. A kishte një varg tjetër këtu? Sigurisht edhe një tjetër, më duket. Po. Dhe mund të shpëtojë Hebrejt 7:25, tër plotësisht ata që me anë të tij thotë i afrohen Perëndis, sepse rron gjithmonë që të ndërmjetësoj për ta. Do të thënë ai është duke pritur aty te vija finishit për garën tonë. Është mrekullueshme. E bëri, na e dha shembullin, mos mendoni që jemi të vetmit, edhe nuk ja dalim dot. Na i ka dhënë mundësitë, na i ka dhënë facilitetet, na i ka dhënë gjërat për cilat ne kemi nevojë. Na ka pajisur me ato gjëra që kemi nevojë. Në fakt, Filipianët kapitulli 3, këtu bëhet fjalë për një fitore. Pali thotë, "Hey, unë dua të fitoj." Por ka një ndryshim midis fitores time dhe fitores që kam tani pasi i besova Krishtit. Doja të fitoja sipas fesë,
sipas mishit. Po kjo nuk është fitore që Zotit i pëlqen. Prandaj Pali tha, por ato që më ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit dëm, humbje. Po me të vërtetë të konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus Zotit tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto. Ai ishte e brenga e brend, i rrethprer të 8 ditë, për sa i takon ligjit, i paqortueshëm, nga fisi i Benjaminit, kështu ishte, Pali? Po? Po. Sipas ligjit farise. Interesante. Kishte gjitha të aureolën e tij që njerëzit e lakmonin për shkak të famës, njohjes, elokuencës, diturisë, shkëlqimit, sa brillant që ishte Pali kur fliste dhe shprehte njohurinë. Edhe Pali tha, të gjithë këtë që njerëzit e vlerësonin shumë, thot unë, e konsiderova për shkak të Krishtit dëm. Edhe i konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus Zotit tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë pleh. Çfarë është plehu? Nuk ka nevojë për fjalorën e gjuhës shqipe. Çfarë është plehu? Që unë të fitoj Krishtin, shikoni sa bukur, një krahasim jashtëzakonshëm. Është një kontrast i fortë dhe që të gjendem në të duke pasur jo drejtsinë time nga ligji, por ato përmes besimit në Krishtin, ky bën ndarjen. Pali thot, tani që unë i besova Krishtit, unë e kuptoj qëllimin e jetës. Unë e kuptoj se cila është gara ime. Unë e kuptoj se cila do të jetë lloji fitores që duhet të keme. Vazhdojmë edhe lexojmë pasazhin. Thot, drejtësia prej Perëndis, thot, me anë të kujt? Të besimit, që ta njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij, duke u barazuar me vdekjen e tij, thot, që në ndonjë mënyrë të mund të arrijë ringjalljes prej së vdekuris. Pali do të ringjallet sigurisht, por e ka fjalën për një ringjallje që do të merrte trashëgimin më të mirë që Zoti kishte për ndonjërin. Ai dëshironte atë gjë, ai kishte sy drejt çmimit. Edhe thot, jo se tashmë e fitova çmimin, ose jam bëri përsosur. Shikoni pak për ulësinë e atij. Thot, por po ndjek prapa se mos e kap, sepse edhe unë u kapa nga Jezu Krishti. Jezu Krishti më arrestoi, më vuri prangat, që unë t'i shërbej atij. T'i shërbej atij. Gjatë gjithë jetës time. Dhe thot, vlezër, unë nuk e llogaris veten time se e kam kapur, por një gjë po bëj, duke harruar ato që kam lënë pas, siç pam dje. Dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndis në Krishtin Jezus. Çfarë fokusi? Çfarë qëndrimi? Njëri me qëllim, ai tamam është shembulli i sportistëve, fitoria është gjithçka. Zoti na ka dhënë besim. Edhe ai që është në ne është më i madh se ai që është në botë. Besimi ynë mundi botën. Amen. Ai besojmë këto gjëra. Problemi nuk është fitoria, po është humbja nga ana tjetër. Jezusi e përfundoi garën, vargu i parafundit këtu tani. Jezusi e përfundoi garën, e shikoni çfarë ndodhi me Jezusin. Zbulesa 19. Dhe pa qiellin e hapur, dhe janë një kal i bardhë ai që ishte ulur mbi të që quhet besniku dhe i vërtetit, dhe ai gjykon dhe lufton me drejtësi. Shikoni vargun 12. Por sytë e tij ishin si flok zjarri dhe mbi kryet e tij ishin shumë diadema. A dini çfarë është diadema? Kuror me shumë gur të çmuar. Kjo është diadema. Vetëm mbretërit e kanë vënë atë gjatë historisë. Ai është një mbret me shumë kurora, me shumë diadema. Sepse ai është fitimtar. Zoti është luftëtar, ashtu si thuhet në fjalën e Perëndis, Zoti është fitimtar. Edhe ai na thotë edhe ne kujt fiton, thotë tek libri i zbulesës, apo jo, thuhet për kishën e Laodices do t'i jap, të ulet me mua në fronin e atit tim. Kujt fiton? Do të fitosh? Brapo, nuk ka fituar vetëm Pali. Mund të fitosh dhe ti, mund të fitoj dhe unë. Jo sprint, është maraton.
Duhet ta djeg kraharori. Na zihet fryma ndonjëherë. Të njoh atë, thot Pali, dhe fuqinë e ringjalljes tij, bashkësinë në vuajtjet e tij. Edhe nëse për Krishtin thot, dhe kishte një emër të shkruar që askush nuk e di, përveç të gjëra që ne do t'i zbulojmë. Një ditë, letër 2 të Timoteut, vargu i fundit. Luftën e mirë e luftova, tha Pali, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin, pas kësaj më pret kurora e drejtësisë, që Perëndia gjykatësi i drejtë të më jap atë ditë, dhe jo vetëm mua. Nuk jam vetëm unë fitimtar, ti besimtar. Por të gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij. Siç tham dje në fund predikimit, eja Zoti Jezus. Është një deklarat dashurie ndaj Zotit tonë, tregojmë që ne e duam atë. Vërtet, derisa ai të vijë, kemi një mision për të kryer. Kemi një garë për të bërë, dhe gara është e përbashkët të inkurajojmë njëri tjetrin në këtë garë. Të mos e kthejmë kokën mbrapa, se përndryshe do dalim nga kursia jonë e do të pengohemi, por të ecim përpara, të ndihmojmë të tjerët që i shohim. Të vazhdojmë ecjen tonë. Le të ulim kokën qetë. Vuaj me të mbretërojmë me të. Ama luma ai që fiton. Luma ai që fiton. Vrapo! Vrapo të fitosh. Vraponi në mënyrë që ta merrni, thot Pali. Trajnohu, përfshiu në një grup shërbimi në kish. Lutju atij. Lexoje fjalën e tij, fillo të dëshmosh nëse nuk e ke bërë ende. Është zgjedhje të marrësh pjesë në garë dhe të vraposh që të fitosh. A mund të thuash, unë zgjedh të jem fitues? Mund të thuash Zotit, Zot, unë dua, dhe zgjedh që të jem një fitues. Ka shumë, po unë dua të jem njëri prej tyre. Duhet të hedh ca gjëra. Çfarë do të hedhësh? Të disiplinosh veten. Si mund ta disiplinosh? Çfarë duhet të hedhësh? Të trajnohem për të fituar për Zotin tim. A dëshirojmë të jemi të suksesshëm në të jetuarit e jetës krishtere dhe të fitojmë shpërblimet që Zoti ka premtuar për ata që e bëjnë këtë? A jemi të gatshëm të disiplinohemi dhe vetë disiplinohemi? A jemi të gatshëm të lutemi siç duhet, lexojmë fjalën e Zotit ashtu siç duhet, siç i pëlqen atij? Dikush nuk ka disiplinë të lexojë një kapitull në ditë. A mund të thuash Zotit sot, Zot, unë dua të trajnohem 15-30 minuta në ditë me fjalën tënde? A mundesh të marrësh një vendim, thua Zot, unë dua të trajnohem, Zot, me fjalën tënde. Të lexoj disa kapituj nga fjala jote. Marrëdhënie me Zotin, fjala dhe lutja. A lutemi Zotit, vim në kish ashtu siç duhet, mblidhemi bashkë, t'i japim ashtu siç duhet, dhuntin ton, të ardhurat tona, të nderojmë Zotin me to. Dëshmojmë për Krishtin ashtu siç duhet, sakrifikojmë për të fituar dikë. Nëse nuk jemi të gatshëm të disiplinohemi frymërisht, vërtet nuk duhet të presim ndonjë shpërblim kur të qëndrojmë përpara fronit të gjykimit të Krishtit. Nuk dua të fus frikën askujt, por thjesht them që u bëft vullneti i Zotit që secili prej nesh të marrë shpërblimin e duhur. U bëft vullneti i Perëndis. Është zgjedhje. Është zgjedhje. Nëse Zoti të ka folur sot, unë nuk do kërkoj të ngresh dorën, por thjesht a mund t'i lutesh atij? Le të kalojmë pak momente në heshtje. Lutje Zotit, ku je në ecjen tënde me të? Çfarë duhet hedhësh poshtë? Çfarë duhet të vendosësh për të disiplinuar veten tënde, nëse duhet? Ndoshta ke nevojë të trajnohesh, a mund t'i thuash Zotit, Zot, unë dua të marr pjesë në dishepullizim, dua të përfshihem në shërbim. Nëse ke një çështje të pazgjidhur me dikë, a mund t'i thuash Zotit, Zot, më jep fuqi që unë ta zgjidh këtë. Po mos qëndro vetëm te lutja, por hidh dhe hapin, se s'ke për ta bërë kurrë pastaj. Hidh dhe hapin ta bësh. A mund t'i thuash atij, Zot, unë dua të jetoj për ty, dua të jem një fitues.
O Ati dashur, faleminderit për fjalën tënde dhe për shembullin mbi shembujt për Jezu Krishtin. Faleminderit për shembullin e paljet, o Zot. Faleminderit për ato fjalë jetë ndryshuese, Zot. Faleminderit që ti na i bën të ditura dhe nuk do të kemi justifikim një ditë. Që këto gjëra të vyra që ti na mëson të themi që nuk i dim. Kujt i është dhënë do t'i kërkohet dhe më shumë, Zot, ne e dim dhe jemi koshient në lidhje me këto gjëra. Na ndrysho, Zot, që t'jemi njerëz që rendim përpara me durim, duke të besuar ty në këtë garë besimi drejt vijës finishit. Faleminderit, Zot, që ti na pret krah hapur. Edhe dëshiron, Zot, që të ne hapësh ato kurora, ato bekime, ato trashëgimira, Zot, që vetëm ti mund t'i japësh. Faleminderit për marrëdhënien e gjallë që mund të kemi me ty, mbi të gjitha, Zot. Në fakt ti je dhurata jone vërtet. Faleminderit, o Zot, që na ke dhënë mundësi të jetojmë për ty, të jetojmë me ty. Dhe Zot, të rendim me besim në këtë garë që her pas here na djeg kraharorin. Na dhëmb, o Zot. Faleminderit që ti na mban në duart e tua. Zot, na ndihmo që të jemi njerëz, Zot, që gëzojmë për ty. Ashtu si çdo të shohim në vijimsi. Faleminderit, o Zot, për këtë hir të jashtëzakonshëm që ti ke për ne. Lutem që të na përdorësh për lavdinë e emrit tënd. Dikush, Zot, mori një vendim sot, sa i takon gjërave që duhet të hedh poshtë. Të flak tej. Mund të jenë barr, mund të jenë mëkat. Zot, çliroj nga ato barr, nga ai mëkat që lën tek këmbët e kryqit. Zot, faleminderit për faljen tënde. Na ndihmo, Zot, të ecim me ty për ty. Të ngrihemi lart, fitojmë forca të reja si ajo shqiponja që ngrihet mbi çdo rrethan. Edhe që nuk lodhet, por që fiton forca të reja. Sepse besimtarët që të njohin ty, mund të ecin me ty, të të besojnë ty. Faleminderit, Zot, për këtë kohë. Merr lavdi nga jeta jonë, Zot. Bëj diçka përmes kësaj konference në zemrat tona. Ti je i denj, Zot, të marrësh gjithë nderimin dhe lavdin. Në emrin tënd të çmuar, Zot Jezus, lutem. Amen.
të jem vendin kur jedh mjalve qumësht, ku më fund lirin do t'kem. Kur të jem në breg Jordanit, fika akri do të shkoj, do t'më mbash me dorën tënde, kur Kananin do shikoj. Çdo ditë je në mua, me pranimin tënd e brevon, dhe synimi tu porezon, da Jezus ti më drejton. Çdo ditë je në mua, me pranimin tënd e brevon, drejt synimi tu porezon, da Jezus ti më drejton, da Jezus ti më drejton. Amen, amen, lavdi Zotit. Vërtet ta konsiderojmë fjalën që mbreti ynë, Zoti ynë na jep çdo ditë, sidomos në këtë konferencë, që të mund të rendim e të mos dorëzohemi. Nuk kemi mbaruar, nesër do takohemi përsëri në orën 10. E jeni pak më herës që të fillojmë në kohë, edhe të mundemi të shijojmë vërtet fjalën e Perëndisë ashtu si këto dy net. Zoti ju bekoftë. Mos u largoni shpejt njerë, takojmë njëri tjetrin edhe shifim nesër. Zoti ju bekoftë.